Jemi rikthyer dhe sapo ndoqet një biografi shumë të shkurtër, sepse për pjesën tjetër sigurisht do të bisedojmë këtu në studio dhe tashmë kam edhe koreografin Emi Ngaxha këtu në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët, shumë faleminderit që jeni pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit për ftesën, mirë se të gjeta. Përshëndetje për shikuesit. Faleminderit shumë, unë ka kohë në fakt që kam dashur t'ju kem në studio, sepse keni një karrierë shumë të gjatë, e përmendet edhe pak më parë, nëse s'gaboj ka 50 vite, më shumë se 50 vite tashmë që bëni këtë punë. Kështu që besoj që edhe ky New York nuk do të na dalë për të biseduar, por që do mundohemi t'i përmbledhim pak a shumë gjërat. Unë dua që të fillojmë që nga fëmijëria juaj, që nga fillimet tuaja, duke qenë se keni filluar si valltar, më pas si koreograf, pastaj edhe menaxher i shumë figurave të njohura publike të estradës shqiptare. Kështu që do doja t'ju pyes nëse t'ju kthej pak në kohë, nëse ju kthejmë pak në kohë, cilat janë ato momentet të cilat i mbani mend kur keni vendosur që të filloni të merreni me valle? Po isha nxënësur, ne jetojshim këtu që është rruga advokatëve. Na zu atëre uji edhe në rëzoj shpinë edhe në bajtën në autokomand. Në autokomand ishte një lagje ku ishin më shumë ti Egejcat, se Maqedonasit janë dënë Vardarca, Pirinca, Egejca. Duhet të din se shumë pak na i dim këto ndallime që me mujtë me përballu edhe me kuptu që duhet na të qilmi, që ti përballojmë atymve figurave edhe atymve thanave që na bojnë ata neve, edhe pa drejtësinave. Edhe në atë moment, ato Egejcat ishin jashtëzakonisht në nënçmuar në atë kohë. Edhe ishte shumë vështirë me konë Egejec viteve 60-70, se ishin persona cili kanë hikë për Greqisë sebeb 48-ës luftës qytetare që e kanë pas grek. Edhe une u rrita me ata edhe u kreju një ansambli Goce Delqev. A isha në shkollën Maqedonasve, se ishim vetëm 2 familje shqiptarë që jetojshim në autokomand edhe një familje turk. Krejt ishin qertë Maqedonas, ama Maqedonas e gjeut. Edhe interesant, shumë shpejt, dyqesh u adaptova me ata, se edhe ma vonë kur erdha në rrethin e shqiptarve, s'mujsha me besu sa senet gjajshëm i kemi. Getoizun, konflikt, gjeloz, si pritojshin problemeve, kretë njësoj si ne e kishin tabiatin. Edhe dyqesh u adaptova, për më pëlqeu shumë që ishin të organizun ata. Për t'i identifikohen, të marrin vend në shoqërinë asaj Jugosllavisë dhe t'jon të respektun që shu grumullojshin e formun një shoqat për fëmijët që kanë hikë për Greqisë. Edhe u aktivizun në kulturën, sportën, krejt, edhe une t'u i pa që shu organizun qysh, ajo u reflektu tona në karierën time. Edhe nështë edhe për që ato isha qaqë sukseshëm, se kisha profesora edhe koreograf të mirë Egejca, cilat organizojshin jetën e Egejcave. Edhe une t'u i mësu ata, t'u i pa qysh, une vetëm u adaptova kur erdha në ma vonë, mas sa viteve, kur erdha në mesin e shqiptarve, une vetëm i përdora ato metoda edhe dolla shumë i sukseshëm. I përdoret metodat të cilat i kishit mësuar atje dhe pastaj dolet me pjesën tradicionale të shqiptarëve. Sish normal qërë fanatizmi kishin. Sish, si kur na që luftojshin për, adin, 77-ën, mus pari herë, me Goce Delqevin edhe Orce Nikolovin mëmon, edhe me reprezentacionin grupit turistik Jugoslavis në atë kohë, une e kora botën. Që thëjnë, koncerte, shifsha qysh menagjojnë, qysh organizojnë, edhe gjëshka më interesante. Përveç që valëzojshë edhe më interesojshë që i vjellësha idejat e shifsha qysh po bojnë, shka po bojnë, që androjshë edhe unë të bona një ditë njeri që do t'i udhec, këto pun do t'i organizën, edhe do t'a zbavit publikën. Androjshë, për vetëm një pun s'ja fali vetës. Që 77-ën kur shkova, kur mur shota e Prishtinës, kur në audicion, edhe kur më panë qëfar vallëtari jom, edhe kur më angazhun, edhe kur janë nisa me mshu me vallëzu Shqip,
Atëre e poshtë sa bukur i shkon kjo tradita jo futbollia shqipe. Luqin edhe vethat, edhe vesh, më shtëmë se të Maqedonasit edhe të qërë, popu i qërë, luin vetëm pi belit e të poshtë. Malazes të kanë dishka shqipojnën, por vetëm krati qënjë edhe qaqë. Po Shqipja ishte dishka ishe i dashuru në atë vallëzim, edhe në vikje keq, pse i ndigjova shokët e mi që nuk shkova në shkollë të baletit. Edhe sa mungoj kja i balet për të vallëzoj, ama për steprit bukur. Edhe ishte munges, edhe sot e kësaj ditu në vazhdimisht thëmë, për me vallëzu Shqip, me do mos t'i boni ushtrimet e baletit. Se për ndryshe Shqipojnja ka mu do kësi valja e sorave. Po, për dyqysh më kuptojnë seriosisht, Mirjanisën në ansambl, edhe kur ardha në mesin e shqiptarve, kur ma atëre nivelli ishte jashtëzakonisht shumë i ulët të aktivitetet kulturore në shqiptarve në Maqedoni. Stash të mos të lavdrona, ma renesansa nisë me mu 79-ën, kur ardhen, kur në prunën e Mindurak. Po, ju keni që për disa vite koreografi e Mindurak. A sidomos viteve të 80-ta dhe ishte koha ma e keqe, që të thëmë, që shme thonë, koha i redentizmit, separatizmit, edhe para mendo që atëre kuptova sa duhet mi kushtu vallës e mësimit, edukimit familjare, krejt seneve se mund është shumë keq mu asimilu edhe me bot rathijat mdhaja kombit tonë. Edhe para mendo, une kur erdha në mesin e shqiptarve të parën punë, po krejt falë folklorit. Imsova se në të parën punë që ishte koha i redentizmit, separatizmit, edhe shifsha qysh reagojnë, shka reagojnë shqiptarët, edhe mirë se disha gjuhën, sa e pata nisë më me folë. Edhe së në vike marë mi thonë që për s'kisha komplekse, lypsha punë, se s'lypsha muhabet. Edhe pak jom koni rep në disiplini më të kom pasë vetëm puna na që të ndritë edhe asë gjë qeter. S'keni shka me mshit men, por vetëm keni me ndigju edhe kena me hecë për para. Por i shifsha qysh po reagojnë, qysh që jom pak naqë për sistemit, e kam burgos të që ditë që edhe thëjqa, shka kam be këta shqiptarë që ma mirë jemi tu jetu. A mune tu nisë për veti, se une po jetoj bukur. Deri sa su kyqa më në Mindurak. Kur janë nisa mu aktivizu, kur i qera sekcionet në për shkolla, që ashtu cikur që bëjshin ata ansambli Goce dhe Lëqef, që shu zhvillojke, unë vetëm e përdor shanjetën metod. Shkollat të djeqaret i aktivizova, i bona degat e mija, atje ishte burimi kryesor. Edhe, kur janë nisën me marë, kur 82-shën e bona revolucionin më të madhë shka mujke me bo një ansambl. Ti para me ndo, pa prit, pa kujtu, i mujta 37 ansambl e Maqedonës. Që tu se kishin, a kush fiton e përfaconat Jugoslavia dhe Maqedoni në festivalin Qita Djerba në Itali. Në këtë rast fitoj dhe Emin Duraku, apo? Fiton Emin Duraku që gjithmonë, deri në atë kohë kanë qenë aty ka fundi, Emin Duraku, i bja, janë i olli, që aty jonë konë ka fundi, po i befasoj krejt, plus komisioni ishte Jugoslavis, aty në koreograf njoftën edhe s'kishin, ishte befasi për të gjithë. Edhe murëm një famë të malë, sidomos tona me emisionin e vitit 3 që e bonëm në Prishtinë, aty mo pëlsiti komplet edhe ishte, adin që simboli i kulturës, i folklorit, i krenaria të gjithë shqiptarve në Jugoslavi ishte ansambli Emin Duraku, edhe më vonë edhe Ibe Palikuqa, sidomos me ardhin e Femi Shaqirit. Në viteve 90-ta, kur janë nisi me ardhin Ibe Palikuq, edhe atë këta dy shoqni ishin krenaria e shqiptarisë në Jugoslavi. Këta i zbavitëshin. Se lishin seklet që shqipë që ta shtjo për një me për gjina mos të më keq kuptojnë, po për zemlës flas sot që mos thëmë ka 20 vjetë, mund është me nimru në 2 durë sa koncerte jonë mojtë.
S'kan ku me shku. S'ka ku me shku. Komplet ka dështyre socializimi i kulturës shqiptare. Se kanë kuptu që është duhet me janis. Unë 100 herë ju thëmë. Mas leti e keni ju, po hapim konkurs, po vinë valtar. Jo be jo. Ka një regull ka. Se adin, se në këtë metodë, sikur që po bojnë, edhe për që ato së po bojnë si në atë kona, unë i kom pas 3 grupe, ka 25 qifta, 30 qifta. E kom pas shkollën e baletit. Edhe, për, me dhe mos t'i kushtojsh. Me t'i kushtojsh edhe t'a dish qysh duhet, deri sa t'a krejojsh valtarin sikur që duhet. Edhe unë e thësha, a e bo në të ansambli shtetënor? Po. Që ta shti resocializimi qysh duhet vjen. Ministria e Kulturës, me Ministrinë e Arsimit, Ministria e Arsimit me komunën, komuna me shkollat që i ka të vjeçaret, shkollat me ansamblet amator, amatorët me ansamblin profesional. Edhe që ta shti retroaktive po këthemi për të arrim krejt suksesin. Ansambli, valtarët e atimve, ne të punojnë në për shoqnit, se shoqnit nuk kanë koreograf. Ne të punojnë që ato valle shka i ka ansambli. Ne të punojnë në shoqnit kulturartistike. Shoqnit, valtarët që i kanë dvetat, ne të qenë ne të hapin seksionet në për shkollat të vjeçaret. Por edhe komuna si komun, ne të shtrëngon drejtar formimin e korit, formimin e orkestrit. Se ata jo në konë institucion për me prodhu. Sot na e kemi shkollën e muzikës. Por feedbacki është vetëm një punë i shkollës. Dars matmosion 4-5.000 euro. Po jo 1.000, 1.200 edhe këfse kemi dhe një këngëtare e huj 1.500-600 euro. Që aty jo suksesi i shkollës. Se shoqërit mos kanë orkestra. Qetëru me pas atje. Edhe që ta shti ti valtar, ta pi prodhon, në 8 vjeqarën, po, valtarët, mos i merë 5, 6, 7, 8 klasë, për një garnitur. Vetëm 5 klasë meri. Pse, se ky pi 8 klasë, unë e 100 herë jo thëmë, po kush me më digju, s'kan kondicion interesant për me kushtu qaq punës. A i 8 klasë, ja fut, një shapull këtit voglit, 5 klasë edhe a i mos vjen. Edhe qashtu të hupën njën i pi qetrit, të pas frikë, të pas kompleks, jo këj madh, jo këj vogël. Unë gjithë më një kom rrit generat. Generat edhe ushtrimet e baletit. Qysh e rriti, edhe qashtu të bëhet kuadri tona për ansambli shtetënor. Bon instrumentalista, bon këngëtar, se na e hupëm traditën për koncerte. Se na i shtinë mas pari shkollat patronatet kanë qenë, adin qyshmëre, që koncert o konë. Ata e bonën traditën, që na, tona, kur i bëjshim koncertet, ti mi mbledh sot 4-5.000 vetë është e pamunshëm. Nuk mblidhe në një koncert qytetit, jo më në patronatet, që s'ka shansa. Adin shka o konë. Ka shkojshim, muj me të tregu, po ato e din, ma djetrit e din që ka shkojshim, në për sala sportive, pa mërë parasysha në Kosovë, në Macedoni, neve vetëm në 2 ditë para të shkojmë në koncert, në thoshin, a moni ju kofte edhe 2 ditë në koncert. Qa që interesim? Sot ti ki ardhë në atë situatë, teatrin së në mush, ani me bo me thonë që 100 dinar o bileta. E vërtet. Ska asë një. Në shta prinderit e atimve valtarve. Edhe ata zërë që vinë kofse që e gratis biletën. Shumë vërtet. Që ndalim të Macedonasit për fatë keqë. Për ne të Macedonasit që dje për dje isha të shofa 5 tanecin. 800 dinar bileta, sala rast. Sala rast. Ansamblet amatore shka i kanë, domi armatës është i vogël për t'i mbledh krejtat publik. Vetëm të na po stagnojmë. Për komplet e kena dështu sistemi. Pse ndodh kjo? A ndodh mos interesimi i të rinjve për të trashëguar
Për ta përcjellur trashëgiminë kulturore, apo cili është problemi? Së problemi të këta. Mësë më keq kuptojnë, unë gjithmonë kom thënë, unë si artist, një herë kom hungër. Kom hi në parti. Për dhe sheja. Se jo më konë shok me mendu thoqin, me këta u shëqnojsha, e një fsha Arben Gjaferin, sebeb që isha në për emisionet kulturore që i kishtë që organizojke për vitri televizioni Prishtinës, a i ishte redaktori kulturës, atëre edhe më pëlqeu si njeri shtu si vizionar, plus me mendu në shok edhe ja hina, ama të menu që edhe konceptin e kishin të krejojmë ansambl shtetëror. Edhe ndash beson, ndash mos beson, e arritëm qëllimin. Edhe bonëm projekt që performojmë shkollën e baletit, pianisi une me punu, i kisha 3 pedagogë të baletit. Macedonas. Sa ata thoshin pëse si marim për Shqipëri që jo për shtrajto. Pse duhet banesën, duhet hëngre, pije, roga edhe kushton shumë. Këto për marëm se gjuhë e baletit to, unë i zonë, ka të shkojsh, ndash edhe në tunguzi shkoj që ajo gjuhë është. Edhe do t'ja nisim, edhe ka dalja do të pregatitimi për t'a bëjmë ansamblin profesional. U dajtëm pare, diku na për 120.000 marka. Që adin sinqer, unë e kom shumicave i thëmë, i dhoj unë i sa të doni ju politiqartë. Unë i gjithmonë politiko me thonë ju e një fajtor të më të mëdhaj. Edhe për se bep juve e kom që dur. Se ju duhet të kuptoni edhe kur se kanë kuptu që duhet që je ki dur bërë për artit. Sjeni ju ata që kalzoni. Se kur se keni përjetu, zdini që shmerë frymë kjo skenë. Zdini që shka të me thonë këj folklor. Ato shka mujnë ta artista me bo. Ju s'krejt mlidhun i zbashku me kryetar, me krejt mlidhun i sune boni shka mujnë me bo këta. Ju e keni pry punën që ta shte këta mu lipit e ju. Mu frigu, a do ta merni, a do ta shtinin punë, a duhet me shkune për kampanja, me ju lujt, me ju bo. E keni dëmin të malë kulturës shka i keni bo. Edhe këtu nuk i mas, as pak punë nuk i mas. Edhe gjithë më fajtor të më të maj i quja ata. Unë e kurs kom dash pimen du thaqit kur më ka rajt. Kur si kom lyp post. Kur gjo, vetëm të ma regulon. I dajtëm paret. I bonëm salën, shkollën private baleti që t'i shkolloj të mitë. Kuadra qes për atë ansambl që janë drejsha. 2001 e boni. U bo. Për na adin që shimi na të nashtru bukën na për lypmin pogacën. Interesant popull jemi. Edhe dyqysh e kemi një pubertet vonuar. Edhe po më thët mu pare t'i sigurum, vullnet paloshin a boni projektin e salës, krejt e jo barak 35 metra me 15 në 2 katë. Enver Maliqi i pagujke pedagogët, që ja di për nder, i pagujke krejt pedagogët e baletit. 6-7 vjet i ka pagu. Edhe kur du ishte mu ndërtu ndërtesa. Kur du ishte me ndërtu, me ndu i hupi. 2001 në parlament, e di si sot, një ditë para më lajmërën e më thot, hajde nesër më për të promovohet ansambli. A di, ta natën gjumi se mëzu, androjshë breja, të isha për folklorin. Ski, që thot gruja, për ti kusht ka pabre në shpi. Ma shumë ti të kam pa ata në shëqni të ju kushtu të mive të uj, a muni gjithmonë që sot kërtojnë, qëre shka kanë mri të mite e minit, falë e minit që jo konë menageri fort, ka pas këtik, ka di që shmi menageri, juve ju edhe zoti, falë zotit. Ato shka bona une për thmit e huj, thmit e juve, zoti ma këthejnë thmit e mi. Edhe këto duhet ta dini. Ju sot mirë një qysh me vjell, qysh me shkatru, mas leti e keni qysh me ardhë në mpare. Ju se une u shkrisha si qiri për ta prodhoj valtarin cili do të zdrit. Ja këngëtarin, ja artistin. Ju sot ky që ka zdrit, ju pe keq përdorni me reketirat.
Edhe unë normal që e qaj zonin. Isha në Ministri Kulturës. Aty në Ministri të Kulturës parën punë kisha bo, aty kisha bo komision për mbrojtjen e artistave pire ketarve Ministri të Kulturës. Këtë duhet a shiqare me folje edhe o problemi madhë. Shumica artista jonë frigu për atymve mo kush sa do tare këti ratë. Unë shumë transparente i kom folë që ta është të spëdu këtë emision me t'i përmen me emën se i kom në për Facebookat e mija, unë me emën, me bjemën i kom sëllmu. Për gjithmon i kom thonë, burnove që ku e ki gjygjën, apo rënë e mini. Po, që ku e ki gjygjën, që te e mini në gjygjë. Ama, ka me qitë që aty dokumentat lujnë. Edhe, Ministrisë Kulturës t'ja maris 35%, a di shka do me thonë? 35% të fikë t'jubi, edhe sot e kësaj dita ata gjatëmonë, si të është e minin ministri, ata vetëm ja bojnë kështët, as kishit dikon qeter me ku e gjetët apet e minin me pru? Se e di që shumë keqë me e minin do të, apet ka me në marrë këtë 30%. Pse? Adin, gjithmonë i kena pas kuadrat e dopta atje në ministri, që po të thëmë sinqerisht. Sidomos, ndashin e tirnon, ndashin më tirnon, kjo kuadr e Bilal Kasami që e ka qu në Ministrinë e Kulturës, këta kanë bo atentat kulturës shqiptare. Unë e kështu transparent në tirnohet kush dënë. Atentati kanë bo kulturës. Qysh munësh me pru që 2 vjetë po bo në Asambli Alas po formohet. Shkom i po në qëfar kush të punojnë. Kur kush mërzitët. Që ta është i pisho, vjeti i sigurova dikon 30% shim për folklorin. Mos të leti e kishe qysh të largojnë për unësh që t'i fshim të pare. Strugën, pik, zhik e kom strugën. Adin, Struga o konë qyteti qytetarizu, sot Struga është provincë. Për spar herë vjetë unë edhe kër e kom pa Nazimin, ja kom përgzu atë reportash që e bëjshë vjetë. Trashëgimit kulturore dhe qysh e ki reklamu krejt ato senet kulturore që i ka Struga, që Ohri e ka bu me vite, me rallë dhe e ka arrit. Struga zbohët me pebi ansamblin, Emi Durakon i be palikuj që në këto shqiptari Shqipjes. Ju mërë bjeri internacionalizohe. Bjeri ata për krejt botës. Këqyre merë shembul, nuk o pak ka 27.000 dhe 30.000 vjetja kom siguru Strugës. Edhe që qasi festivali me bo, më i dopë si festival që ka eksistan, plus po t'i bojnë kriteriume. Kush bon festivali internacionale në Macedoni, 500.000 dinar. Kush bon festivale lokale, atësi sene, 1 milion e gjysë. Që direkt ata në kulturën shqiptare. A kur kush reagon? Vjetë e kom prish une. Se ka prish zavës ministri. As shefi kabinetit. Se kam prish. Sot me shkun, a është Ramazan? Jemi Ramazan. Zotin mos më shtif gjina. Sune gjonë as njonin. Vjetë sune zyre ishte mshelja 300 probleme i kish. Tu me do mos më folë këto senebre. Sigurisht që këta janë gjëra po, që duhet të diskutohen dhe sepse me të vërtet, ajo që e thoni ju, kultura po lihet shumë anash në kultura shqiptare, sidomos kur bëhet fjalë për kulturën dhe artin shqiptar. Dhe këtë që e përmendet edhe për Strugën, është e vërtet që Struga shumë lihet anash në... A di shka kur të vjen ai? Ata s'dija e kuptojnë atë punë. Unë 100 herë edhe me ata organizatorët ju kom thonë. Ju me dhe mos ta kuptoni që duhet t'jep një dërreqje. Të largohuni për këtujt. Jep një njerëzit si kur që duhet t'i marin punt. Pse? Kur t'i bish ansamblet, t'ja jashtëm, dash beson, dash mos beson, a i kur t'kdhejet me atë kamerë,
e kur të kalzon, ku o konë, qysh o konë, në mod priti ti, edhe ata turista që qëtu. Ju se dini, mas i je struga sa ma je e re, s'ki qene lindun, struga ka kjenë qender kur i mojshim seminaret ndërkombëtare. Krejt bota vike atje mësejke valle Macedonasa. Unë e tona, tu legjerum për vallet Macedonës, se mësova ja nisa me legjeru vallet Shqipe. Edhe isha i pari që bona emën dhe bjemën edhe në për Evropë. Që ma isha legjerojsha vallet Shqipe edhe i mësojsha Gjermane, Franceze, krejt me lujt Shqip. Me lujt Shqip. Që ishte shumë seni kryesor, për dyqysh këtu, zdi, ja une jom dishka si jom regull, jom disident, edhe më vjen mirë kur më thajmë disident. Se në funit, çdo njonit për thëmë, për shka jam disident, pse ta thëmë a shqeqare, pse keni pru në këtë regje kulturën. S'kena guxu Shqip me folë, viteve të 80-ta. Ma çdo koncertit i prisha paradere kur do të më burgosin. Mas 30 e kusur vjetëve u vnu busta e rastit bit pazarit. Te e din që une mas 32 ditëve këngën e kom qitë. Për bit pazarit. Edhe s'muj me shujtë sa kom sakrifiku. Sa trauma i ka përjetu familja jame. Kur mirshin për shpijes, kur hiksha, kur me ditë su këthejsha në Shkup me muj, su këthejsha koncertin parë që e kom bo, ku e kom lidhë trojet shqiptare. Stadionin e Qajirit me këngën Krisi Pushka në bit pazar. Për Burgosën. Fati malë që më pështojnë Macedonës që o rritë me mu në autokomandë. Kur më kanë shtim në burg, edhe kur më kanë zirë me marë, a i më ka thonë vetëm, unë se kom njoftë, se kisha po 20 vjetë të trudhe, se kisha njoftë, edhe po më thotë, mërë e në nësjeti kësi djali, shka po bëngë kësi të lashe, u po të lëshoj, se kënë të të sakatun që tek. Hik, edhe nale koncertin. Unë e trahtova ata. Unë e hika, a koncerti u mojtë në Qajir. Kosova, Shqipëria, edhe Macedonia. Me një koncert, plus, edhe para me ndo kur të mtekat bre, më duke Skënderbegu i vogël atërë. Ti para me ndo posterat që ka i konvnu për reklamimin e koncerti Pibit Pazarit, deri në Butel. O konë Shqiponja, a mrena në Shqiponja në konë Legjep Qeliku edhe në Gjatsuma. Para me ndo. Në të ko shumë vështirë, o konë. Edhe që ta shti ti kur përshesh shka po ndollë, shka po munohë, qysh po sjellën me kulturën, a identiteti një kombit o folklori. Me folklori o i pazavendësueshëm. Me do mos këta politikanët duhet ta kuptojnë që një be njerëz i kuadrë shnosh. Njeri, ti e kia ansamblit, për që menagjerve, nuk vinë këngëtarë. Që menagjer që din me menagju, që din me regullu këto punë edhe me lidhë bukër. Krejt. Zotë Emin, të flasim sigurisht sepse kuptohet që ajo revolta ju e keni sakrifikuar shumë, ju e përmendet dhe unë edhe në fakt edhe desha t'ju pyes për këtë, po ju veç ma e përmendet që edhe familja juaj në fakt ka sakrifikuar. Jo vetëm ju, sepse jeni burgos, e përmendet jeni burgos disa herë, keni qenë gjatë gjithë kohës në lëvizje, por edhe familja ka sakrifikuar sepse nuk ju ka parë në shtëpi, duke qenë se ju keni qenë duke punuar dhe duke kontribuar sigurisht edhe për sjellje dhe folklorin. Unë dua që të flasim pak edhe për pjesën si menaxher, domethënë kontributi juaj i jashtëzakonshëm sigurisht në koreografi, si koreograf, por ju keni qenë edhe menaxher i shumë figurave publike të estradës shqiptare, i shumë këngëtarëve. Dhe në atë kohë, në fakt, një periudhë shumë e gjatë, ka pas shumë shqiptarë të Shkupit, këngëtarë të cilët si Adrian Gaxha, djali juaj, Leonora Poloska, Big Mama, Tuna, Indjeri Shpatkasapi, që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe vazhdojnë ende që muzika e tyre të jap kontribut të jashtëzakonshëm. Dhe ju, në disa prej tyre në fakt keni qenë edhe menaxheri tyre, ashtu edhe idealit tuaj, siç e përmendat edhe në biografi. Si e shihni sot këtë pjesë, pra rinia, sepse dikur Shkupi ka qenë ajo kryeqendra që ka qenë kryeqendra e estradës shqiptare, ka qenë, le të themi,
qendra kryesore ku janë mbledh të gjithë këngëtarët e gjithë shqiptarisë, por që sot kjo mbase është zvekur. Si e shihni këtë pjesë edhe ju? Apet që po ta them. Atëherë ka pas Nota Fest. Nota Fest ishte burimi. Nota Fest i shkaboni se kish as Kosova, as Shqipëria. Krejt vishin këtu. Se na, a di shka na pështoj neve në atë kohë, që është më e sinqerta. Na pështoj se kompozitorë tonë ishin Maqedonas. Si ishin më trendin botëror. Na, në Kosovë edhe në Shqipëri, ala ishim me shlagera. Ala shlagera tuk në ishim. Edhe kompozitorë tonë në shtinën në të rrethin botëror. Por edhe fati madh menaxhimit, jashtëzakonisht mirë, edhe vetë organizatorëve Nota Festit. Që kishin sens për atë punë. Edhe këngëtarët krejt që ka fitun, që ka i prodhun, ata bënë rrumë muj, ndash Kosovë, ndash Shqipëri, ndash kudush. Po, unë e zgjedha edhe një metodë më qeter, thash, kur e Shtina Adriani në me klu edhe Macedonisht. Se, adin, arti shumë njerëzi zbutë, edhe shumë njerëzi i mësën qësh duhesh më sjellë, edhe qësh duhesh më respektu. Se s'ki ku me më quve edhe mu si shqiptar, edhe une si shqiptar s'kom ku me të quve ty si Macedonas. Edhe ishte kanga e parë kur e dhash Macedonisht. Pse? Ata thëshin, shka vele, shka së më thëshin. Thësh, Adriani u mërzit, mos vetë, tha ta lo me krejt me më s'ki gale. Di shka jam të bu, vetëm ti vazhdo. Sigurisht se po të garantoj 50% Macedonas ja kom dru trunin. Kur e kam pa Adrianin. Se boni rumujt madhe edhe në publikën Macedonase. Se dy hyje i kishte Macedonia në atë kohë. To Shëprevski edhe Adrian Gaqa. Sheshe ti me mush sot Gjevgjelin, në Gotinën, Kavadarcin, e këto, me shku me mush 10.000 vetë, mos me mujtë këngëtari, sigurimi i Gruevskit ja bëjke sigurimin Adrianit. Po valla, s'munësh me manë në qmu atë punë. Mas leti jo, prallat kime më kaldu, jo me prallat është e vërteta, se e konë gjalli ki përjetu këta. Po, sigurisht edhe njerëzit kanë parë të gjitha këto të cilat i flisni dhe të gjitha ato të cilat ju njohin, e din se për çfarë flisni, mbase unë disa gjëra nuk i kam përjetuar dhe nuk i kam parë, megjithatë i kemi dëgjuar, sigurisht janë dëgjuar të gjitha gjërat që ju po i flisni. Po për që ato thëmë, shka munët artisti mu bo? Shka bune e androve fen? Jo. E androve? Jo. Apet si met shqiptar, apet met qashtut, apet u martu me shqiptar, apet qka po dhe të qetë? Do t'ju pyes edhe pak, po do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, sepse do t'ju pyes, sepse besoj shikuesit janë pak kurioze dhe për këtë pjesë. Nuk dua që ta ngacmojmë Adrianin, se dim që ai qëndron larg syve të publikut, le të themi, po do t'ju pyes pak, po do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj me koreografin Emin Gaxha, me të cilin flasim sigurisht për rrugtimin e tij, tregon të gjitha sakrificat në fakt që ai ka bërë për kulturën dhe artin shqiptar dhe sigurisht edhe ato le të themi mangësitë që mbase mund të ketë edhe kultura dhe arti shqiptar në ditët e sotme. Para se të shkëputemi, e përmendëm edhe pak a shumë edhe martesën e Adrian Gaxhës dhe besoj që shumë për ju shikuesve mbase janë kurioz, sepse sado që Adrian Gaxha në fakt ka qenë larg syve të publikut, larg mediave, megjithatë martesa e tij nuk arriti të qëndroj larg. Na thoni diçka shkurt për këtë? Pse ishte vendosur që të jetë në minimale, le të themi, edhe shumë larg syve të publikut? Adrian si Adrian. Adin, a ideali është shumë specifik. Jo pse është i jami. Nështë edhe për që ato kërgjë si përzina, asë në lokal, asë kërgjë, se e kom pa jashtëzakonisht bukur e menaxhon punën e vetë, menendën e vetë. Unë vetëm muj mi aprish kërgjë qëtër. Edhe unë bëlli meqëm që duhet të rjeku e me se super djali o të që. Por edhe kur vendosja i vetë mu martu, por shu që zotit edhe e ka një zonjë cila tamam për shpirtin e vetë jonë përputh diqysh. Se kur që do na i.
Ai s'don shumë imponime, ki pa edhe kur tungjët dikun, ai E vërtet, është shumë modest. shumë modest, gjithmonë o konë, edhe kur o konë ylli më i madh, ai ka qenë modest. Modestia e kreacion e djalë. Edhe në funit ai një punë e thët, adin ma kaftov disa herë mu, ma kaftov në bisede. Kur i thonë munave, punëtor duhet kështu të ade, ai vetëm rinë më digjon edhe thët, që dhe të punëtorve? Po këta që i ki, si kom be punëtor, unë i kom bash punëtor, taftof adin që pa prit, pa kujtu, edhe përsho sa o pjek djali. E thash, i piktuit më supërzi, se vetëm unë është me aprish. Edhe që, por i ka përshtat edhe vajza, i jonë bo më... S'ki bo darsën, ki bo vetëm familjarët më të ngushtë që kena pas, si neve, si ata. A i do në ashtu. Shumë luksuzet ndaja. Preferon privatësinë, sigurisht. Preferon privatësinë e preferon. E që ta është ja i shpesher din me mu më ngusë. Po lebe, shka po mërzitës qash me kultura, kështu të pëndreq malkumne, qëkon leja, monit, shka po nervozohë, shkote, ka njerë po thëmë, po ka drejt me ma, adin kur... Por shqyqyr që se edhe kur ja ka njës karierë, si Dritoni, si Adriani, një pun ju kom thonë, ato po ju garantoj që ju e mi s'keni me qenë. Temperamentin tam s'keni me pas. Edhe munohë në pitë që tash ti hikni këti saj punë. Por shqyqyr zoti jonë, ja zakonisht matën, ja zakonisht kujdeshëm, edhe kanë metë modest. E vërtet, e vërtet. Dhe unë në fakt dua me këtë rast edhe ti uroj sigurisht u trashëgofshin edhe martesën sigurisht që afshin të lumtur për gjithmonë. Dua të shfrytëzoj rastin që t'i bëj thirrje publike sepse duam që ta rikthej me patjetër Adrianin edhe në intervista, mbas edhe muzikë sepse na mungojnë edhe këngët e tij. Megjithatë është vendimi i tij që ta vendos kur dëshiroj që të rikthehet, por do kisha pas shumë dëshirë sigurisht që ta kemi në emision. Zoti Emin, unë kam një surprizë për ju, kështu që sepse folëm, unë e thash edhe më herët prej në fillim e thash që nuk do të na mjaftojnë minutazhi të cilën e kemi për emisionin, por do të bëjmë një përmbledhje, por nuk dua që ta lë pa ju bërë surprizën, sepse her pas here ju bëjmë mysafirëve disa surpriza, kështu që nëse ka mundësi regjia, video mesazhin ta shfaqim. Përshëndetje për mysafirin që keni aty në emision dhe sa i përket profesionalizmit të Eminit, aty është pa diskutim që atë punë që punon ai si menaxher dhe si koreograf është muj me thonë me gojë mblot një ndër pa të zaventueshmit. Po edhe si punëtor e një jashtëzakonisht mirë, është një fanatik i çmendur pas artit. Pasi që kemi qenë gjithmonë bashkë në shoqërinë e Eminit Draku, që janë bërë punë kolosale, për atë kohë kanë qenë ato punë që ka qenë problem me mendu, jo me realizu. Ne i kemi realizu të gjitha, pa du me thonë Emini, i ka realizu të gjitha këto programe jashtëzakonisht të fortë. Se e një fort mirë, se kemi një shoqëri 40 vjeçare e përtej, po mund të them që është edhe pak lëviz se më ka tradhuar 2-3 herë, pastaj një kohë ndam dhe tani prap jemi duke kaluar bashkarisht. Bile ka probleme edhe me gruin në shtëpi. Kështu që ju përshëndes mysafirin ati që e keni dhe i dëshiroj suksese pa kufi. Gjithashtu edhe emisionin e juaj. E falenderoj shumë edhe zotin e gjatë Suma për këtë video mesazh. Çfarë i bëri të qeshni ka shumë me atë pjesën ku tha që më ka tradhtuar. Na e kemi shumë humorin, unë e kom ata që më njohin mirë, njohin jetën private shumë qeshtë, shumë zbavitme edhe barcoletat, emitimet, vicat, shtosat i kom, kështë të për shpirti i kom. Edhe non stop jom, asidomos me në gjatin, kur jemi, aty o ma qërkuz i madhë. Edhe shpesher edhe aji, kur thirë dikun, ja une kur e thirë dikun, ja kur shkoj dikun, kur më thirin për ftesa, bileta, qek, edhe më thënë, vetje,
Jo, po me dashnuri. Jeni të pandashëm. Pandashëm. Edhe që thot, si kërëja vetë, ka ma shumë kanë kalu në 5 vjeti, se me ne që kanë hupë ko me kalu në vazhdimisht. Prandaj dhe tha në fund të videos, në fakt ta ka probleme me gruan, sepse po qëndrojmë shumë bashkë. Vazhdimisht jemi, po që 40 vjetë më sa, po ka kërë më shumë. Shoqëri e gjatë. Se e kom menagju, adin, e ky ishte, ky boni rëmuj të madhe kur dulli. Ky lumja, adin, ka janë të parë që mas bardhën ftyrën kështu të disha edhe në Shqipëri, vetëm një moment të tregoj kështu. Kur e kom qune gjatësume në Shqipëri, kur këna shku, kur e kam pa, se qëta shtimë se qërë që përmisua, o konë që kështu një djallë një heshëm, një kaqorela, kur e kam pa, tha, kjo tenora, thash, po, që zadeja krejt ta, se unë isha në specializim, Tishda i, Aleksandr Lalo, Avni Mula, Aleksandr Peqi, krejt kompozitorët më të njoftën. Edhe në Kastrio Tushën me piano, ushtroja ti ta shofim këtë që kur e pas, jam u shëshinin, që këtë tenor i vogël, dhe kur janë nisja i, 1 oktav, 2 oktav, vetëm i kam shru për Kastrioti pianës, ka të pidelbe këj zogë time, po angazhum kompozitorët. Sët të kësaj dite, ala kush s'ka bo album ma shqip se që e ka në gjati. Edhe o fanatik i madh i rrujtjes këndimit edhe këngës purë shqipe. Vërtet. I vetëmi kamet këngëtar që s'ka livis për asaj vije uve. E vërtet shumë. Zoti Emin, ne ju afrom fundit në fakt të emisionit, por nuk desha që të lëm këtë surprizë, sepse e kërkova nga zotin e Gjatësuma dhe me njëherë në fakt tha patjetër që do ta bëj tha edhe këtë video, kështu që nuk desha që ta lëm me kaq. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit shumë që ndat, sepse duke i treguar pak a shumë edhe atë revoltën që keni, treguat edhe të gjithë rrugtimin tuaj, sakrificën që keni bërë edhe kontributin tuaj që besoj gjithë populli shqiptar e din, por që unë desha që ta shfaqim sigurisht edhe ta dëgjojmë nga ju, kështu që faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit. Falmirit edhe ty, edhe një mesazh që kisha qu partive politike, ne ta din, amoni ju koft, zgjeldi njerëzit, jo ata që lipien të ju, por ata që din me punu. Ka, vetëm mësojani, mos i këqyrë, a alluron këto, ase alluron këto, por leni artistin në ta merë punën në ndorë. Amon, edhe mos ma zeni për të madhe që flasune. Unë jam qaj. Po jo, le ta zënë edhe për të madhe që ta marrin seriozisht. Kështu që le ta marrin këtë mesazh që ju e dat. Faleminderit shumë. Faleminderit.